Kjo është konferenca e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve, ku do të prezantojmë të dhënat në lidhje me daljen e votuesve deri në ora 18:30. Do të filloj me qytetin e Shkupit, deri ora 18:30 dalja e votuesve ka qenë 46 presje 64%. Do të numëroj dhe 10 komunat të cilat përbëjnë qytetin e Shkupit. Aerodrom 45 presje 57%, Butel 49 presje 71%, Gazibaba 41 presje 97%, Gjorçe Petrov 45 presje 0,9%, Karposh 29 presje 92%, Kiselavod 46 presje 25%, Saraj 55 presje 20%, Qendër 29 presje 21%, Çajir 51 presje 27%, Shutorizari 35 presje 33%. Ju njoftojmë njëkohësisht që pas mesnate do të organizojmë edhe një preskonferencë ku do të bëjmë edhe publikimin e rezultateve fillestare jo oficiale. Faleminderit.